Raportet e organizatave monitoruese janë të rëndësishme se ndihmojnë në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e vazhdueshëm në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, nga kjo mund të përjashtojmë gjykatën themelore në Gjilan. Pasi që standardet e CEPESH-it, siç e dimë dhe strategjitë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë paraparë që një lëndë të caktuar brenda 24 muajve. Dhe ne këtë standard kemi ndërtuar standard të brendshëm të gjykatës dhe gjatë vitit 2025 të gjitha lëndët që kanë ardhur në gjykatë janë caktuar brenda afatit për 6 muajve. Por ato lëndë cilët i ka dhënë ligji prioritet i kemi caktuar nga 1 muaj deri në 3 muaj. Dhe kjo standardi sa i përket lëndëve me prioritet nuk është vetëm gjatë vitit 2025, por është edhe gjatë vitit 2024 dhe 2023. Dhe konsideroj që edhe këtu kem arrit një punë të erëzakonshme në interes të qytetarëve tanë. Kjo qasje ka ndikuar në përmirësimin e efikasitetit dhe menaxhimin më të mirë të ngarkesës me lëndë në gjykatë. A ka lëndë të vjetra dhe sa janë të vjetra këto lëndë në gjykatën themelore në Gjilan? Nga standardi i lartësekur mund ta përjashtoj degën e gjykatës në Viti, ku edhe gjatë fillim vitit kemi marrë disa hapa në drejtim dhe shpresojmë që edhe kjo degë të bashkangjitet qendrës, degës gjykatës në Kamenis dhe degës në Novobërt. Kem një gjyqtar, një ose dy gjyqtar kanë filluar të caktojnë lëndë në gjykatën në degën e Vitis, lëndë të vitit 2024-2025 dhe shpresojmë që 2 muajt e ardhshëm të përfundojnë gjitha lëndët që janë më të vjetra se kjo. Në përgjithësi lëndët më të vjetra se vitit 2024-2025 në gjykatën tonë përjashtimisht kanë ato raste që ka probleme procedurale, në qoftë lëmin civile apo edhe penale. Në të kundërtën, të gjitha lëndët janë në punë, përsëris edhe një herë përjashtohet dega e Vitis e kësaj gjykate. Edhe përkundër faktit se në këtë degë kemi ndihmuar nga viti 2023 me gjyqtar bashkëpunëtor profesional dhe përkthyes dhe staf tjetër mbështetës.